është koha për të folur me një gjuhë tjetër, apo ka nevojë bota, koha për të folur për një sistem tjetër? Unë mendoj që ka, dhe në fakt... Ka zhvillime? është dhe po ndodhë, sepse zhvillimet e të djathtës radikale dhe analiza që ato japin e shoqërisë është ndryshme nga analiza që është paraqitur deri, domethënë që ka dalë nga vitet 90 e nga fundi luftës së ftohtë. Pra ne kemi një lloj ndryshimi tektonik në analizën gjeopolitike dhe një lloj hegemonie të aktorëve të ekstremit të djathtë, ndërkohë që Tomajtos i mungon një narrativ, sepse për mendimin tim kanë humbur atë elementin e kritikës që bën bashkë atë që thash në fillim, shoqërinë, shtetin dhe tregun, që është baza e socialdemokracisë. Tani, kjo është e domosdoshme sepse kur është në krizë shoqëria, duhet një narrativ tjetër për të ecur përpara dhe për të patur një vizion politik edhe për Europën. Për shembull, ndërkohë që Bashkimi Evropian nuk ka këtë narrativ dhe e vetmja gjë që ndodh është një lloj pengmarrje e projektit nga aktorë të ekstremit të djathtë që e manipulojnë projektin evropian për interesat e shteteve të saktuara. Tani, projekti Bashkimit Evropian ka lindur si projekt transnacional, pra si projekt i shumë shteteve, dhe ideja ishte që të kapërcehej nacionalizmi, të kapërcehen kufizimet nacionaliste, të kapërcehet nevoja për luftra midis shteteve dhe të krijohen institucione solidariteti, lirie ndërkombëtare.